Po, nuk ka pasur incidente të cilat mund të themi që e kanë dëmtuar procesin zgjedhor të ditës së sotme. Problemi kryesor gjatë kësaj dite ka qenë problemi me energjinë elektrike, gjë e cila është shfaqur si problematik në disa prej qendrave të votimit. Megjithatë nuk ka pas problem shumë të thelluar asaj përket çështjes së energjisë elektrike, duke bërë që mos kemi ndërprerje apo dëmtim të procesit. Nga ajo çka kemi përcjell apo monitoru gjatë ditës, ka pas aty këtu tek tokë ndonjë incident të vogël, por në përgjithësi procesi ka qenë i ngjashëm me gjitha proceset zgjedhore që i kalojmë viteve të fundit, pa ndonjë denoncim të ndonjë natyre të rëndë nga asnjëra parti të cilat kanë qenë përfshira në zgjedhje. Domthon dalja në anën tjetër nuk ka qenë diçka më e jashtëzakonshme se sa ajo që kemi pa në shkurt, përkundër që është thënë shumë që do të pritet një dalje shumë masive nga shifrat që kemi deri më tani, nga votimi në qendra të rregullta, dalja nuk e prek shifrën akoma 900.000, kurse sa i përket diasporës, i bie që janë 75.000 të regjistruar për të votuar, e që i bie që nuk do të votojnë të gjithë si zakonisht, dhe dalja mund të jetë bile më e ulët se sa më në shkurt. Pra mund të jetë 966.000. Po a ka një krahasim që i bëhet 2021 në të gjithë llogaritjen, se duke se jemi diku aty në pjesëmarrje, me ato zgjedhje që në një farforme risollën deri më sot edhe Partinë Lëvizje Vetëvendosje së bashku me zotin Kurti. Sa i përket krahasimit të daljes, është e vërtet dalja pavarësisht në tre parë zgjedhjet e fundit, po flas parlamentare, është ngjashme, është për 900.000, që është një shifër mjaft të madhe, le të themi, duke marrë parasysh se lista e votuesve e prek dikon 2 milionëshin, dhe është listë që nga të gjitha ata që merren me zgjedhje konsiderohet listë e papastruar dhe listë në të cilën ndodhen edhe shumë njerëz që realisht nuk janë pjesë reale e trupës votuese apo trupës elektorale. Por sa i përket rezultatit, mendoj që gjithashtu nuk ka shumë dallim. Ju e thatë që në fillim të edicionit që bëhet fjalë për exit poll që e nxjerrin Vetëvendosjen prej 43 deri në 45%. Realisht tashmë ka filluar edhe numërimi i votave dhe deri në momentin që ne u lidhëm së bashku, ishin numëruar dikon në rreth 1% të votës, dhe duket që trendi aktual, edhe pse është herët të flitet për trend, është i ngjashëm me portalet. Vetëvendosja ishte duke prirë, po flas me 1% të votës së numëruar nga vendvotimet e rregullta, ishte duke prirë dikon me rreth 43%.